€10 gjop. Për momentin, semafori është i kuq, nëse jeni të po. Qatje, qëtu nalt, dhe më thonë, jeni të po, ka kamerë. Ta shohmi se a ka mu gjobit për të kuqe kur hi. Hina të kuqe, jena gjobit €250. €300. Përshëndetje përket juve, jena rikëthy me një video të radhës, ku në këtë video kena me bot diçka pak më ndryshe se sa ato video të rutinore që i kena në kanalin tonë. Për momentin gjindemi të rruga që të lidh për në autokomand, edhe koncepti i kësaj videos është se në për gjithë qytetin janë instalu kamerat që gjobitin kera. Do me thonë që tashmë për neve është kete njofshme si Safe City. Kena ardhë këtu me që dënimin e pare ku marrë të kjo rrugë, nuk a mi thonë dënim s'pedi, vetëm është paralajmërim për dënim, se tash e dim që dënimet fillojnë prej 1 janar, e dënimin e ku marrë, dhe më thonë, të kjo rrugë. T'ja u të regoj, rruga është me vozit 50, mu më ka zonë me 53 kamera. Edhe për këtë sen, jam gjobit €10. E tash, kjo video ma shumë ka mu konë pak informuse për juve që në ndjekni me pasë në qëfar masa, dhe me thonë, ju kap kamera, qëfar pika ju kap kamera, për me ju dënu, ka mu mundu paka shumë ja të regu krejt, qish funksionon, në basë shkajt funksionon kamera, për atë arsye edhe du që ta dinin që për në asë një moment nuk e kam qëllimin me thy regullat qytet në rrugë, në komunikacion, po kjo video është vetëm informative. Edhe nëse hi të kuqën, jam të bo vetëm se me ju të regu se sa mundeni mu gjobit, apo mu dënu nëse hini të kuqën. Pa hum shumë kohë, i hip mikerit edhe fillojmë shkojmë të kamerat. Ha, edhe diçka se kështu arru. Në për pikat ku ka kamera, kam u mundu me ju të regu se në për pikat ku janë kamerat, kam u mundu me ju të regu se ku janë ato pikat që të keni pak ma shumë kujdes. Hajde. Okej. Si pike parë, dohet edhe mu lidh. E tash, mu jam e fillon. Pra, si që një të e pa njerës, këtu janë kamerat e para që e inqizojnë rrugën për të shku në drejtim ka Haraqina, kurse tash, kur kena me bo këthej se mu lidh të kjo rruga që e lidh dhe me thonë autokomandën me rrugën e Bit Pazarit, ka edhe një kamera atje, aty kena me provu pak shpejtësien me pas ma të madhe, edhe me pas e apo në rokë radari. Okej, tash për momentin jam të vozit diku 52-3 me tempomat. E kom bo, që ku janë kamerat, po du me po, a kam e dënu. Okej, normal kjo rruga e ka shpejtësim 50, unë e kesh diku 52, 53, 54 që aty dykon, edhe të shofmi se a do në vjenë mesazh që e kena thy regullin. Pra, si që një të e po, mesazhin e erdhë edhe jena dënu €10, thot. Unë ola për t'ja u të regu, do më thonë fix këshirme. 50, a është, më vozit, 50. Do më thonë 51 jam dënu. €10 gjop. Për 51, dhe më thonë për një dalimi është, për një. Tash, unë u lejmërova të do shok që janë realisht që mirën me këto punë të gjobave edhe interesova se qysh është e mundshme, dhe më thonë 50 është regulli për me vozit, kurse radarit kap me 51. Ato mu përgjishën kështu, se ka me pas, dhe me thonë, regullim sistem, pa për momentin nuk është e regullume. Po nëse nuk regulohet, edhe vjen puna me dalë në gjyq, automatizëm dënimi ju heket, sepse me regull është me pas tolerancë, dhe me thonë, nëse është 50 regulli me vozit, tolerancën e ki 55, 57, që të dikun duhet më konë, dështë është toleranca 10 dalim. Po tash nuk e di, dhe me thonë duhet me prit, me dalë regullat e reja, apo a kanë me dalë regullat e reja një, nuk e di, po si do qoftë, dhe me thonë për momentin me 51 dënoheni. E pat edhe vetë, mesazhi me 51 dënoheni. Mesazhi vjen në telefon, me regjistrimin e kerit, e klikon linkin, edhe unë me pa këtu që me 50 është
rregulli për me vozit, me 51 jam dënu. Aspektin e shpejtësisë e pam, me 51 dënomi. Tash kena me provu se sipas shkrimeve që I kishin qitë në internet, do me thonë kamerat zë dhe me telefon dorë kur je, zën edhe pa ryp kur je. Edhe këto kena me I provu, kena me I testu se a funksionojnë apo nuk funksionojnë. Pa humb shumë kohë, shomi edhe kishin me tash apet ku ka kamerat që me testu analog radari me telefon dorë. Për momentin tash këtu kam e thy edhe një rregull, do me thonë jam te rruga e plastikave që I thojmë ne. Tash këtu du të me I thy 2 vijat plota, mu këthyt e poshtë, po që aty te ura ka kamera. Ta shofni analog kamera nëse I them këto vijat e plota. Do me thonë, hala pa hi taman që duhet mesazhi erdh që kena thy rregullin. Tregoj ku janë kamerat këshire, do me thonë të ura e pazarit këtu, jeni t'i pa kamerat ku janë. Tash të shohni për shka jena dënu, vetëm se du të më ndalë pak anësh, edhe të shohni për shka jena dënu. Problemi është kështu se unë e theva rregullin, do me thonë hina 2 vijat plota, kamera më ka rogë për shpejtësi, realisht unë nuk pata 56 shpejtësi, as 50 s'keshtu vozit kur keshtu I në vijat plota, po nuk e di do me thonë çka ka që këshire, 50 me vozit, 56 është që më ka zonë kamera, edhe prap jam gjobit 10 euro. Se kuptova këtë sen. Po si do qoftë, ndoshta hala nuk është update sistemi që me të pa ose me të rogë kur him vijat plota, po ju mos e bani se nuk dihet kur e lëshoj, po mini na I dënim matron. Tash vazhdoj me telefon në dorë apo në rogë radari. Pra edhe këtu nalt do më thonë të semaforat, të rruga autokomandës apet, këtu nalt I keni 2 radara, që kjo ja ma shpejtësien për rrugës për ka haraqina se sa jeni të shku. Për atë arsye keni kujdes të kjo rruga e autokomandës se ka shumë kamera këtu. Tash të shumë me telefon dorë apo në rrugë radari. Edhe kam e nxerë pak telefoni kështu pak ma në pah. Ta shohet që kam telefon dorë, të shumë apo në rrugë ajo. Për momentin s'kena hala mesazh. Me telefon dorë nuk rok ka radari. Tash nuk e di a bëhet update edhe kjo, a nuk bëhet, idenë se kam. Do me thonë edhe këtu të ura e keni edhe një kamerë plus, këtu të ura. Do me thonë edhe për ka rruga e plastikave, edhe do me thonë edhe për të nalt për ka plastikat edhe të poshtë ka kamera. Po kthejmë edhe një të telefoni. Telefoni nuk e roka, a bëhet update, a nuk bëhet update, nuk e di, e kishin nxerë të regulatori jam do këtë, e lexova, që me telefon të kap radari, por nuk të kapka. Tash, kam e provu diçka ma keq me bo, me thonë, edhe pse s'jam të dash seq, po si do qoftë, thash edhe në fillim të videos, këtë video jam të bo vetëm për me ju informu të thonë, merdh mesazhi. Të shohmi për çka jena gjobit tash. Po se di unë pse do më thonë, tash ta në kohën po më rogë për shpejtësi 50-54. Unë me tempomate pa ta parzit me telefon dorë, po ndoshta më rogë kjo të ura që është. Se di, se kam idejnë. Si do qoftë, tash kam u këthit e poshtë dhe kam e provu me vozit deri 100. Ta shohme me 100 shpejtësi nëse të zë, sa është gjoba. Okej. Hajde. Fix për momentin 100. Në më thonë kesh dikun 100-105, po du me pa se sa ka menarë gjoba tash. Erdë, vetëm tash të dalë në dikona dhe o të regoj. Tash këshirë. është 50, apo për me vozit më ka kap kamera me 92. Gjoba është 300 euro. Me 100 ose me 90, 92 me vozit, gjobitni 300 euro.
mos e bëni, se nuk ja vlen, vozitni me kujdes. I bëni dam xhepit. Tash këto ka rregulla mrena një javë me pagujt është 150 euro, pas 150 euro s'ja vlen. Dhe më thonë, keni kujdes në komunikacion që mos mi hongër këto gjobat palidhje. Një falënderim e veçantë shkon për KFC-n, që e kena sponsor të kanalit. Për momentin, semafori është i kuq, nëse një të po. Mrapa meje edhe qatje, bone zoom, ka kamerë. Unë e tash jam të një të kuqe. Hina të kuqe. Të shofmi, a kam gjopë për të kuqe. Erdhë mesazhi, vetëm nalë në qëtu, edhe to ja u tregoj. Okej, mesazhi nga ka ardhë që kena hit kuqe, edhe jena gjobit 250 euro. Si që një të po njerës, dhe me thonë, masat janë të repta, shumë janë të repta, nuk ka nevoj me bo kësi lloj gjona, me hit kuqe, me vozit shpejt, se i bani dam xhepit juve, familjes juve, fëmijëve tuj ju bani dam. Ato pare nëse du të mi qunë shpejt, të bo budallakina i merr tjetër kush. Për atë arsye keni kujdes në komunikacion, se nuk ja vlen me bo kësi gjona. Po saqërisht po ju tregoj, po ju drejtona juve trive, që sa po i keni marrën lejet e kerit edhe tentoni me ranë si me tregu që dini me vozite, kuj diçka, ose henin ato tripat që unë jam gango. Për atë arsye, mos bëni kësi gjona se jeni të po, dënimet janë trona. Vazhdojmë tash me po se a dënomi nëse nuk kena ka ish vënut. Okej, njerëz, tash e hekim edhe e ripin apo ka ishin. Dhe vazhdojmë. Kësa herë do e moj shpejtësi 40 dikon. Po, 40. Që e kamerët ku janë. Dhe ta me dojnë pak qështu të më shojnë. Qështu. Që s'jam i lith. Okej. Po shofme se a kanë me na gjobit. Për rrip nuk ka hala, do më thonë update. Nuk trok radari. Mesazh nuk ka ardhë. Do me thonë për rrip hala nuk ka ndaj farë gjobe. Si që thash edhe në fillim kam ju tregu se ku ka, do me thonë radara. Në këtë pjesën autokomandës veç se e patë. Si të kalojsh rrethin pite Eastgate Mall dhe të lidhësh për ka rruga autokomandës, 2 palë radar janë, ta dini. Do me thonë një e keni qëtu, si që një të patë semaforat, nalë semaforave. Edhe partë radar janë mbrapa, te pompa e benzinit që të dykon janë, te okta, dhe e dyta është te semaforat. Kurse te kjo pjesa, kur këthen për te poshtë, mu lidh ka rruga e plastikave, këtu e keni vetëm një radar. Një radar po është me 3-4 kamerë, që i kontrollon këtë lentat. Pra që, si që një te po, dhe më thonë janë diku 4 kamera. Jo, më falë, 3 koka. Edhe kamerat e tjera vinë pak ma poshtë, tash dhe ja u tregoj. Dhe më thonë, ajo pjesa nuk zihet sikur pjesa autokomandës, që është pjesa e plastikave. Pra njerës, si që thash, dhe më thonë, te ura e pazarit, kësaj nuk e di, po si do qoftë. 2 kamera i keni qëtu. Dhe më thonë, 2 kamera janë përmi urë që e kontrollojnë rrugën e plastikave. 2 janë edhe për të poshtë, dhe më thonë prej të homaksit të poshtë, janë 2 edhe atë keni. Tash shkojmë me shumë se edhe në qajerë ku ka, dhe më thonë ka pjesa jonë ku kus na bje rruga gati se çdo ditë me shku e me kaluna tona. Do shta shumica për juve e dini, po paka shumë me pas informata edhe ato që si di. Tash ja u tregoj që qajer ku janë kamerat. Para se me më rinë qajer dhe kjo pjesa, do me thonë që lidh John Kennedy me Topansko, te semaforat keni kamera, do me thonë 2 kamera edhe këtu është një që ju kontrollon.
ta keni parasysh se edhe këtu ka kamera. Pra për momentin gjitëm qajrë edhe, në ma thonë, kamerat në qajrë këtu i keni. Në thonë shumica për juve i dini se kalonit tankohen kënej, po ka najkush për shemull që vjen prej Kumanove, prej Tetove, prej Gostivari, najkush vjen edhe prej Kosove, kalon kënejna, e me që kena ndjeksa edhe prej këtëve vendeve, është mirë mi ditë me u informu. Në më thonë qajrë ka kamera të kjo pjesa këtu, që e lidh kjo rrugica që të shonë drejt për të komuna, po të njëjtën kohë dhe prej të komuna poshtë, tash u tregoj se ku janë edhe kamerat për të poshtë. Hajde. Okej, pra si që një të po, edhe të kjo pjesa për poshtë ka kamera, edhe këtu keni kamera, të ki qoshit qëtu. Zdia mujni me vrejt, qëtu dikon është. 2 kamera janë, të kjo rruga kënej. Një kamerë është për pjesën në altë, edhe një kamerë është për pjesën poshtë. Të njëjtën kohë edhe të vero, të kjo pjesa këtu, e keni edhe këtu në altë një kamerë. Do me thonë, ka kjo rruga të poshtë, prej John Kennedys, që lidhet për në Qajrqong, këtu e keni kamerë. Kështu që keni kujdes se ndoshta mund me instalu edhe kamera tjera në për qytet, nuk i dihet, po ju keni kujdes kur të vozitni. Ta sham të shku në drejtim, dhe më thonë, për ka komuna e Qajirit, si që cekat e semaforat aty ka kamerë, edhe ajo ja ma shpejtësi, më zvozitni më shumë se 50. Tash, në shumicën e rasteve, të kjo semafor këtu, dhe më thonë, ne bëjmë kthejs të këta muri ku është këtu, të këto vizbardhat ne bëjmë një kthejs, dhe më thonë, e bëjmë një kthejs që mu këthy për në Qajrqong. Ta shumë du me ditë, a ka gjopë kur këthejmë kështu, me bo u kthejs, a kena gjopë masi që këtu ka vizbardha. Hajde, provojmë. Se qështu, a ka gjopë të shumë, me që aty janë vizbardha, nuk ka asë një shenjë që e ndalon këthimin. Ashtë du me ditë tash, a ka me pas në e të një maja. Dhe me thonë, deri tash nuk ka asë një gjopë që më ka arë në telefon nëjë mesazh, po garant aty nuk ka nëjë thyrjet ligjit, thyrjet regullave, për arsye se kur është semafori i qelë për kerat, për komsort ndoshta është e kuqe që mos me kalu. E për atë arsye ndoshta mund është me kthy aty për drejtim prej të vero për në Qajrqong. Nuk e di, po supozoj, mos ma meni për bazë këta që e tham, vetëm me që së mërë gjopë më ndova që mund të më konë lidhe me këtë që e thash. Tash se di, në tarë në bëva ki botë në isen tjetër, po për momentin është qishtu qish jo tregova juve. Pra sa i përket kësaj videos, ka qishte kjo video, u mundova në pikat shkurta paka shumë ju informu se ku qka qysh tek janë kamerat e për qka gjobitni e për qka nuk gjobitni. Shpresoj që kjo video t'jese paka shumë informative për juve, e nëse paka shumë ju kum informu e ju komunimu për këtë pjesë, lejeni naj like edhe shkruni naj koment nëse keni naj sen për me sugjeru që muj me incizu më konë naj video informu se shtes për gjithë neve shoqërin, komentoni, tregoni ideja qka dhe do mundohem ta bëj video. Deri në video në radhës, kaloni mirë, shihemi.